është e vërtetë që nuk ka ndodhur ende ngritja e pagave, mirë po jemi në konsultim dhe bisedime të përditshme, ku një pjesë e madhe ose pjesë e dërmuese mbi 90% të kërkesave se s'ka qenë vetëm ngritja e pagave, janë të realizueshme dhe të nënshkruara po nga ky menaxhment. Sa i përket pikës parë, edhe pika më kyçe që ka qenë që është potencuar edhe më herët në protestat ose turbimet e mëhershme të punëtorëve, ende nuk është ardhur deri te synimi ose finalizimi i asaj. Mirë po, besim me shpresë edhe jemi në negociata, në dialog me menaxhmentin e Kelcit tash, sepse është bën ndrimi atij drejtori edhe me drejtorin tjetër që tash e zëvendëson ish drejtorin e parshëm, jemi në kontakte dhe në biseda të përditshme dhe shpresojmë dhe mendojmë që nuk do të ketë nevojë të vi deri te një bllokim total që kemi quajtur. Mirë po, përpse prap, nëse dhe ky menaxhment që është tash, ose ky njeri që udhëheq Kelcin, drejtor menaxhues, nuk i merr përballë kërkesat e punëtorëve, atëherë pa dyshim se do të vijë deri te bllokime, greva, protestat në kësaj ligjeve të aplikueshme në Kosovë. Kemi pas takim me menaxhment të Kelcit dhe është premtu se do të ketë lëvizje në paga, po nashtar jo në atë kuptimin sa kemi lyp ne, po do të ketë reflektim në ngritjen e paga, mirë po gjithmonë duke i negociuar edhe i biseduar, duke i zgjedhur problemet të gjitha, prandaj edhe kjo është një neglizhencë pak ose një ngadalësim pak i hapave, për arsye se 500 herë duhet të dialogosh, edhe një herë të veprosh të dash në protestë, sepse në protesta kam thonë edhe më herë të kompetencu, ne shqiptarët jemi të ngopur dhe fatkeqësisht për të keqe. Prandaj nuk e dëshirojmë, mirë po, nëse nuk ka vullnet pozitiv dhe nuk ka reflektim në kërkesat punëtorëve, do të jenë të pashmangshme. Absolut jo, nuk kemi zbrapsë për një asnjë moment, vetëm i kemi zbatuar ligjet. Është e vërtetë që kemi dhënë afate kohore, edhe afate kohore në sozat ligjit. Ky është ligj, pavarësisht me ose punëtorit ose menaxhmentit, ky është ligj që është i aprovuar në Kuvendin e Kosovës dhe ky duhet zbatuar pikë për pikë. Duke dashur mos e shkelur këtë, që përsëritet potenciaja prap, asnjë pikë presit e tina është ka shkuar deri te kjo shtimi ose deri te kjo vanesë e asaj, mirë po, ne këtu jem, edhe ky dhosh Zotit që mos vide te ajo, të gjinet një gjuhë përbashkët, edhe një mirëkuptim, mirë po nëse në fund jemi të shtyrë, atëherë do të përdoret ky. Do të shkojë deri te protestat dhe greva.